Nga Kosova si eksportues shërbimesh në investitor në Evropë. Në një kohë kur bizneset nga Kosova ende përballen me sfidën e deportimit në tregjet ndërkombëtare, historia e Spix tregon një tjetër dimension të potencialit të kompanive kosovare. E nisur në Kosovë dhe e rritur përmes eksportit të shërbimeve drejt tregjeve të huaja, kompania tashmë po bën një hap edhe më ambicioz. Ka hyrë në Zvicër jo vetëm si ofrues shërbimesh, por si blerës dhe investitor. E për të folur për këtë rrugtim, sfida dhe ambicjet e Spix, bisedoj me antarin e bordit Vigan Disha. Ndiqeni. Atëherë, një prej vendimeve më të rëndësishme që ka qenë për Spixën është që Kosovën nuk e kemi pa vetëm si treg, por dhe si bazë nga e cila mund të ndërtojmë një kompani konkurruese në Evropë. Në fillim avantazhi ka qenë talenti, njohja e gjuhëve, sidomos gjuhës gjermane, frenge, italiane, por shpejt e kuptuam që me pak investim në teknologji e me shumë mund në arsim e edukim, mundemi me zhvillu një kompani shumë konkurruese në tregun evropian. Sot Spix është shumë ndryshe nga kompani e eksportimit të shërbime, kemi evolu organikisht në një kompani që eksporton dije, teknologji dhe që investon në territorin e Kosovës, pra ambicia kryesore ose vizioni kryesor ka qenë që Kosovën ose Republikën e Kosovës ta zhvillojmë ose ta promovojmë në një ekonomi të bazuar në dije. Suksesi i kompanisë është detyrimisht i bazuar në të rinjt, domethënë kemi arritur që prej 15 rinjve ta zhvillojmë një kompani aktuale që ka 3000 të punësuar, e kur organizohet arritet në mira njerëz, sfida nuk është vetëm me punësu, por dhe me i rujt ata njerëz, me i marrë në mënyrën shumë të mirë. Në anën tjetër, ajo që është vlerë shumë prej Spixin, ku çdo i ri po na ndëgjon, është që përmes Spixit një i ri ose një e re munden me zhvillu karrierën ndërkombëtare. Pra me të hyrë në Spix, këta të ri kanë me shërby kompanive ndërkombëtare, qoftë nga lokacioni në Ferizaj, në Vushtrri, në Prizren apo në Prishtinë, kanë me pas të bëjnë me brende e me klientë ndërkombëtar. E është edhe një arsye më e madhe që mos me lënë Kosovë. Është një arsye më e madhe me zhvillim karrierë të ndryshme me një pagë shumë konkurruese në Kosovë, duke shërbyer tregin ndërkombëtar. Për kompaninë Spix, Zvicra nuk është vetëm një tregëri, ka qenë një treg bazë i ndërtuar nga viti 2016. Është një treg ku kemi ndërtuar marrëdhënie afatgjata, ekspertizë e besueshmëri me klientat tanë. Prandaj zgjerimi atje ose investimi i ashtu quhet Spix Switzerland ka qenë një evolucion natyral nga ofrimi i shërbimit ose eksporti i shërbimeve në investim afatgjat atje, ku për momentin jemi duke ofru modelin Smart Shoring nga Zvicra. Modeli Smart Shoring në konton më e mira dy botave. Pra kemi të rinjt Zvicran që operojnë nga Zvicra për Spix Switzerland, po kemi të rinjt tonë kosovar që operojnë nga Kosova. E për klientët ndërkombëtar kjo është modeli më i mirë i të ofruar të shërbimeve, sepse i kombinon dy botrat në qëllim të përbashkët në zhvillimin kualitativ të këtyre shërbimeve ndërkombëtare.